Kjo është një nga ndërhyrjet më të rëndësishme të thoya që Bashkia së Bashku me Ministrinë bën në sistemin e shkollave. Siç e dini, kemi tash disa shkolla që kemi përfunduar, Kolidromenon, Ndremjedën dhe sot jemi te Ismail Qemali. Është një ndërhyrje transformuese, është një nga shkollat më të mëdha, janë rreth 900 nxënës dhe ky rekonstruksion është total i shkollës. Ka mbetur vetëm koncepti paraprak, gjithë pjesa tjetër është transformuar me palestra, me dhomat e shërbimit, me gjithë infrastrukturën e re, sigurinë teknike, do thoya tamam modeli i një shkolle standard europian që po bëhet. Me një projekt të shkëlqyer, do thoya që na është dhënë nga një nga kompanitë më të famshme europiane. Do të jetë një krenari, do thoya, për Shkodrën, ashtu sikurse e keni parë në gjithë infrastrukturën që zhvillojnë për shkollat, për kopshtet, për qerdhet, dhe kjo do të jetë një, do thoya, kulminacion i estetikës edhe i standardeve më të mira të një shkolle për rinin. Gjithmonë për Shkodrën rinia dhe fëmijët kanë qenë prioritet, për Bashkinë e Shkodrës ky është një investim kryesor. Shpresojmë dhe po punojmë që ta mbarojmë para sezonit, në mënyrë që fillojmë sezonin e ri me nxënësit. 900 nxënës do të kenë ambiente të reja të shkëlqyera për të vazhduar mësimin.